Alianca për shqiptarët dorëzoi në gjykatën kushtetuese iniciativë për kushtetueshmërinë e ligjit për kundërvajtje. Ziadin Sela tha se ky ligj dhe sistemi Safe City në tërësi është në kundërshtim me kushtetutën dhe nuk i trajton të gjithë qytetarët e shtetit në mënyrë të barabartë. Ai ka vërejtje gjithashtu edhe për sinjalistikën rrugore, veçanërisht në vendbanimet shqiptare. Sela thot se qytetarët nuk janë të detyruar të posedojnë celular, pra numër telefoni apo email adres, dhe se kjo mënyrë e njoftimit për shkelje u pamundson qytetarëve të mund të ankohen në gjykatë. Përpara kushtetutës, qytetarët duhet jenë të barabartë. Dhe si tillë, të gjithë qytetarët, pa marrë parasysh a jetojnë në Kumanova, në Shkup ose në Tetov, duhet jenë të barabartë edhe në drejtim të përfshirjes në këtë lloj projekti. Më thonë edhe në Strumic, edhe në Struk, edhe në Ohër, edhe në Kërçov, edhe në Kavadarc, edhe në Shtip, edhe gjithandej. Iniciativë për kushtetueshmëri të ligjit paralajmëruan edhe nga Aleanca e Ravarit, por më të shpejt ishin krahu tjetër. Kjo është temë shumë serioze. Është tepër serioze. Për ta lënë në dorë një njeriu jo serioz që ndryshon qëndrimet 5 herë në ditë dhe nuk pak rëndësi ka paralajmërimi, më rëndësi është a do ta bëj një gjë të tillë. Jemi skeptik dhe prandaj ne kemi bërë iniciativën tonë. Sela tha se partia distancohet nga veprimet e ish kolegut të tyre të partisë në Kuvend, deputetit Ilir Demiri, i cili të premten ishte një nga deputetët kyç që mundsua miratimin e këtij ligji, ndonse Demiri kur vendosi të veprojë si i pavarur, para kolegëve pati theksuar se do të veprojë në frymën e ASH-s. Të premten vota e tij nuk ishte në një vijim me ato të ASH-s. Në një sqarim në profilin e tij në Facebook, Demiri theksoi se për të votuar për miratimin e ligjit nuk ka pasur asnjë presion politik ndaj tij dhe se vota e tij ka qenë sipas bindjes personale.